në fi, kush e ka krijuar tre cilësi në vetën, wujida halawatul iman, ai ka për të shijuar ëmbëlsia e imanit. Edhe kjo është pozita më e lartë. Besimtari duhet të rrit për ditë afërmitetit i tij tek Allahu madhruar deri në momenti fundit ai është ngelur kur vin urdhi Allahu xhaleshanu për vdekja. Allahu xhaleshanu çfarë ka thënë? Edhe Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na shpagon pastaj. Ja ayyatuhan nafsul mutmainna. Momenta fundit vëllezër kur vin në jetën tonë, vin engjeli Allahu xhaleshanu dhe thot: o nafsi mutmain, o nafsi qet, shpirti qet, irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiya, ka ardhur momenti fundit, hajde me i kënaqësi tek Allahu xhaleshanu. Ai nuk u mërzitet duke larguar dunia. Pse ai nuk s'ka punuar për këtu. Një njeri nga Shqipëria ka ikur në Amerikë, në Kanada, në Gjermania, edhe ka mblidhur pasuri dhe ka dërguar ty. Kur do vi dita për të i ktheu Shqipëria ka për të mërzitur ai? Jo, pse është duke ikur vatanin e vet, ka punuar mjaft, leka ka dërguar, shtëpia ka dërtuar, familja është i kënaqur edhe ashtu vëllezër, vatani jon është xhenneti Allahu madhruar. Në qoftë se ne kemi punuar tu, dita momenta fundit, është duke thënë engjeli Allahu xhaleshanu: o i shpirti qet, irji' ikthehu tek Allahu jot, tek Zoti jot, me kënaqësi i madh. Fadkhuli fi ibadi, ti do hyresh në robët e mi që janë të njerëzit i zgjedhur. Wadkhuli jannati, edhe hyre në xhennetin që kam vendosur për ty unë. Edhe kjo momenti vin kur thot dërguar Allahu xhaleshanu: salathun man kunna fi, kush e ka krijuar tre cilësinë vet, ai ka për të gjetur ëmbëlsia e imanit. Çfarë është e pari? An yuhibba Allah wa rasuluhu, dashuria Allahu xhaleshanu me thelësinë e vet. Aq shumë që thot: wa in qutti'ta aw hurriqta, që aq shumë është që nuk ke për të lënë këtë dashurin edhe pse bet sopa trupi jot. Soptohet plotësisht prap trupi jot. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nëse ju bëjmë njëherë kam treguar Habib bin Zaid radhiyallahu anhu si është të vrarë në Musailama Kadhabi, sopa edhe deri në momenti fundit